Shiko, feja ka ardhën për me mbulu njëri tjetrin. Nuk ka ardhën për ta zbulu tmetën. Nuk ka ardhën për ta zbulu mbarën. Ka raste ku burri është turpru ose ka gabu. Por nuk kemi të drejtë ta akuzojmë për imoralitet, por tash teknologjia e ka bot vetën, telefoni e ka bot vetën, mesazhet edhe shkruarja e fjalëve të cilët ka mundësi që bashortja t'ja kish pa, edhe me të parën herë ta akuzon se ti mund këtë rrahtu, kështu nuk kemi drejt. Edhe pse ka gjasa qete të rrahti, sipas fjalëve të cilët janë brenda, por tash themi çka është më e mira? Më e mira është të mbulon. E kur themi më e mira është të mbulon, kemi rastet nga tuti anët. Kur burri mund të gabon, por ka situata që edhe gruaja mund të gabon. Momentin që gabon burrin këtë rast ta quajnë atë tradhti, se tradhtia nuk është vetëm se në atë çka neve na shkon në mendja. Me njëherë kur themi më ka tradhtu, do me thonë me njëherë ka shku me një burr tjetër, ose ka shku burri me një grua tjetër. Nuk është tradhtia vetëm këtë vit. Tradhtia mundet me ndodhë shumë aspekte. Ka tradhti për shembull në emanet. Ka tradhti në pasurinë e burrit. Ka tradhti në mallin e gruas. Ka tradhti pasurinë e vjerit. Ka tradhti shembull në emanetet të cilat ja ka dhënë fjalën burrit që mos tregon. Edhe ai ka treguar dhe kjo është tradhti. Edhe ka tradhti të cilat para martesës nuk është tregu rasti. Për shembull, ka qenë e smund gruaja, ka pas një diagnozë për diagnozave të ndryshme, edhe nuk e ka tregu këtë diagnozë. Edhe burri nuk e ka ditë këtë rast. Në renda martesës e ka hetu se personi janë fjalë është e smund me diagnozë, për shembull, e ka epilepsi. Edhe nëse është me epilepsi, është një smuje të cilën trajtohet me medikamente, dhe është smuje, nuk është shumë e lehtë, por as nuk themi shumë e rëndë, por është smuje. Edhe tash kur ta kesh epilepsi, duhet si tregosh bashortit para se të martohesh se unë jam me epilepsi. Po momentin që martohesh, edhe familja e kupton se ti je me epilepsi, a nuk e ke tregu, kjo quhet tradhti. Shumë e qartë është. Quhet tradhti. E tash në këtë rast kur e kupton dhe kur mund të ta kupton burri, mund të shkon shumë muaj, ta heton se ajo ka sulme epilepsike, e ku të ketë sulme, momentin e parë, ose momentin e ditë, unë e tregoj kështu se ka pas një rast, edhe ky rast më ka pru mua me thonë se tradhtia nuk është vetëm se na që e kuptojmë. Ti të fol nga përvoja që e ke, prej rasteve të ndryshme. Po, tradhti të ndryshme, edhe një prej tradhtive është edhe kjo, që ato kanë menduar se këto sulme dhe kjo alivanosje e gruas, në këtë rast e bashortës, është prej sulmeve të xhinëve dhe sihrit, por e nuk ka pas sulme të xhinëve, as nuk ka qenë nga smuja e magjisë, por ka qenë smuja për epilepsisë, që duhet dhe i ka pi medikamentet të cilat ja ka dhënë neurologu. Në situatat të këtilla, kur hetohet tradhtia, a lejohet divorci, po lejohet divorci. Po nëse pyet çka është më mirë është burri që ambulon dhe ta vazhdon jetën, por e ka të drejtën ta shkurorëzon dhe të lirohet prej sajna për shkak mos tregimit të drejtë të rastit, edhe kjo quhet, domethënë, në islam tradhti.